Këtë që do ta them tani është një lloj sekuence historike që ka të bëjë me të kaluarën politike të shqiptarëve. Muhamet Halili ishte deputet, e dini, ka qenë njëri pashtu si ju, njëri nga aktorët kryesor politik të kohës, sidomos para vitit 2001, por edhe pas vitit 2001, tregonte në një intervistë këtu te Lajmi me kolegun Naser Selmani se para formimit të Partisë së Prosperitetit Demokratike kishte takuar profesori Havzi Mehmeti, i cili po ashtu është një ish politikan i njohur nga Tetova, dhe kishte njoftuar se punët e partisë po shkojnë mirë, por liderin s'mund ta gjejnë. Zoti Halili u kishte thënë që liderin e keni aty, por nuk e shihni, kishte thënë për Nevzat Halilin. BDI-ja e ka liderin, ja, ju jeni në foto këtu, me siguri kjo është foto e vitit 2001 në Shqipkovic, por ai një ditë duhet të largohet, kam fjalën për zotin Ahmeti, sepse nuk besojmë se do ta kopjoj Sali Berishën. Zoti Osmani, jeni nën kryetari i BDI-s, a do të bëheni kryetari i BDI-s? Mendoj që kjo nuk është temë aktuale. BDI-ja ka kryetar të sapo zgjedhur. Unë mendoj që roli Ali Ahmetit veçanërisht është i rëndësishëm tash në këto momente kur po sfidohet ajo arkitekturë për cilën fola. Zoti Ahmeti nuk është vetëm kryetar partije. Ai është edhe udhëheqës një misioni që bashkon bashk njerëz që edhe mund mos t'jenë BDI, po një inspiruesi, një ideje të barazisë shqiptarëve këtu. Edhe mendoj që roli i tij, derisa ka shëndet edhe mundësi me ndihmu veçanërisht në kohë kur po sfidohet, është absolutisht pa alternativë. Para se tua bëj pyetjen, dhe kur e mendova këtë pyetje, natyrisht se supozova një përgjigje të tillë, dhe besoj se do na e fal zoti Ahmeti këtë diskutim që bëjmë për pozicionin e liderit, sepse nuk është qëllim keq, është në drejtim të hapjes, hapësirës për lider të rinj. Dhe e di, mendova që do të thoni se derisa tjetë zoti Ahmeti nuk mendoni për këtë pozicion. Por pyetja është, nëse imponohet nevoja, ja ta zëmë se edhe zoti Ahmeti do të pajtohet që ju t'jeni njëri nga udhëheqësit e ardhshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. A jeni ju i gatshëm, sot po them, nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër, sot po them nëse flasim pra për një lloj parashikimi, a jeni i gatshëm që në të ardhmen t'jeni në ballë të BDI-s? Nuk mendoj se ndihmon as debatin politik, as pretendime ose mënyra të tilla të përcaktimit, të trashëguesit. BDI është parti demokratike. Ju e shihni tash bëjmë organizimin e degëve, në degët zgjidhen nëpër kuvende. Për dallim nga i shihni këta të Vlenit nuk kanë as kryetar, as nën kryetar, as në degë. Si s'kan kryetar të Vlenit, dy i kanë. Dy i kanë, sakt. Flas partitë të cilët nuk janë shkrira ende kanë mbet partitë regjistruar me LD Besa. Vetëm formale e kanë këtë çështjen e koalicionit Vlen. Mirë, po ja merreni këtë LD-n. Nuk ka as deg, as nën kryetar, as sekretar, nuk kanë asnjë strukturë. BDI-ja në nivel nën dege ka kuvend, ka këshill mbikëqyrës, ka komitet veteranëve, ka procedura. Edhe paramendoni kur për një kryetar nën dege duhet mblidhet kuvendi, ta verifikon komisioni verifikues, ta mbikëqyr komisioni mbikëqyrës, paramendoni për kryetarin e partisë. Ashtu që ajo është një organizim. Osmani, emisioni e ka emrin Dialog, por e ka prapashtesën të lajmi, dhe neve na duhet lajmi. Lajmi është se Ali Ahmeti është lider i pakontestueshëm, i cili tash i nevojitet shqiptarëve për të mbrojtur arkitekturën e barazisë në vend. Tash jemi në mision, unë nuk mendoj që bile organizimit politik janë tash partijake. Duhet mobilizim gjithkombëtar, Ali Ahmeti duhet na prin,
edhe ta ruajmë arkitekturën e barazisë, të cilët dikush me gjak e ka ndihmuar për ta arritur. Mbetet një pyetje për cilën do të kërkojmë përgjigje në të ardhmen. Zoti Osmani, këtu është fundi i emisionit Dialog të Lajmi, nuk po them podcast, pra është edhe fundi i këtij sezoni. Ju falenderoj shumë që ishit, besoj ishte bashkëbisedim i hapur dhe shpresoj edhe konstruktiv. A do të bëni podcaste në të ardhmen, sepse keni pasur një podcast me emrin informale. Ende e kam, po nuk e kam mbajtur periudhën që për shkak se jam i angazhuar me organizimin e brendshëm partijak, mirë po mendoj në të ardhmen dua të bëj të vazhdoj, për shkak se është mundësi e mirë për të trajtuar tema të ndryshme me njerëz të provinencave të ndryshme që nuk janë të hyjnë rolin tuaj si gazetar, por thjesht brenda partisë të bisedojmë për tema që qytetarët shohin se si mendon partia për tema të ndryshme. Pra, do të shohim edhe më tej edhe në rolin e debatuesit apo drejtuesit të një podcasti, po themi. Shpresoj do jeni musafiri imi që tu hakmiren për sot. Vetëm me atë që ju nuk keni të drejtë më pyesni se a mund të bëhem lideri i ndonjë partie politike, për pyetje tjera natyrisht që qëndroj i hapur dhe ja po e them publikisht që po të më ftonit sigurisht që do të marr pjesë, sepse